Reagon për herë të parë Elvis Pupa pas shpalljes në kërkim nga autoritetet australiane. Pas lajmeve të shumta që qarkulluan në media lidhur me shpalljen e tij në kërkim nga autoritetet australiane, aktori Elvis Pupa ka reaguar për herë të parë publikisht përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet sociale. Në reagimin e tij, Pupa mohon kategorikisht akuzat për arratisje apo fshehje. Ai sqaron se ndodhet prej më shumë se një muaji në Tiranë, ku po zhvillon aktivitetin e tij profesional i planifikuar më parë, si në Shqipëri, ashtu edhe në vende të tjera të Europës. Çdo përpjekje për të paraqitur këtë situatë ndryshe është një manipulim i pastër i informacionit, shkruan ai, duke theksuar se lajmet që kanë qarkulluar janë të shtrembëruara dhe me prirje sensacionaliste. Në lidhje me bashkëshorten e tij, Belina Pupa, e cila është përballur me një seancë gjyqësore në Australi, ai konfirmon se ajo është e lirë dhe vazhdon punën e saj si zakonisht. Ai shpreh besimin se drejtësia do të zbardhë gjithçka në mënyrë të drejtë dhe të paanshme.